Këto momente dobësie, si te i kalon? A të bën kjo më të fort kur e shet ti personin që i ke përballë se si ajo e menaxhon jetën edhe sa shumë e do? Po, më të kalëzu drejtë... Kur i rren në shpejt dhe kujdesesh për të gjitha, se cili kemi momente dobësie. Unë e di sa je i përkushtum, po këtë pjesë gjithmonë e rezervan. Këto e një vetëm shoqëria jote, asnjëherë publiku. Po, është një pjesë, qësh më thonë, asnjëherë nuk e ka marrë, do të thotë, kur nuk më ka... S'po di as vetë qësh më ta thonë, do të thotë, unë e mirë me njerëz që janë me handicap. Pavarësisht grus tema apo njerëzve tjerë që janë. Unë përkujdesem për njerëz që as nuk din me fol, as nuk të shohin, as nuk din me hangër, do të mjë dhanë me hangër, do të thotë me kuptohet nëpërmes barku dhe shpricave të ndryshëm. Kam përjetu shumë sene dhe kjo pjesa e grus teme më doket që është, mos me e pas, doket se mungon. Se dikur mësohesh edhe adoptohesh edhe ti e merr një njeri që ashtu që është për momentin, do të thotë, nuk e di, pra është ndoshta shumë vështirë me e thonë këtë pjesë, s'po di, do të thotë, une, si që thash, edhe ma herë, do të thotë, kam pas njerës ku ndoshta ja kam bajt syni qështu dhe ja kam qitë synin mrena gjithë ditë, sepse, do të thotë, une kam punu dhe vazhdoj me punu një përqinje të vogël, ku mirëm me njerës që janë me handicap, me njerës që kanë nevoj, me njerës që janë paralizum, kujdesna për të në maksimum. Kështu që rasti gruseme më gjokët shumë i vogël në krasim me tjertë. Po qka është rëndësishme që e keni një marrëdhënie fantastike dhe në fund të fundit ti e drita syve të saj, apo jo? Ajo që i mungon asaj. Tashti, unë kom qërë gjithmonë më koni sinqert, karriera jeme është eksplicite, karriera jeme është ndryshë nga të tjertë, të thotë, nuk e besoj që një femin tjetër e kish pranu? Pranu, ndoshta, nuk e di. Nuk e di, sanet po veshin që ashtu që është... A është gjeloze? As pak, po edhe ajo s'ka nevoj më konë gjeloze, sepse plotësisht e dim dhe mas 17 vjetëve, 20 vjetëve mësoj që mas kish ka me gjelozu se dikur bërë. Ama klipet nuk i ke edhe ashtë thjeshta. Këtu pikërisht do të nëse shuish kongën Lugoti që është e vetë mja pjesë që ka pos diçka që është ndoshta pak ma erotiko brenda videos. Qësh më thonë, ajo gjithmonë e ka pranu që nëse duhet edhe une me lut një skenë, sepse në atë moment ti je artist. Po. E ndonë artistin nga personë... Nga jeta private, po. Shumë e bukur. Faleminderit.